Lavdi Zotit, vëllezër dhe motra, bukur mesazhi i vëllait Saqi. Sigurisht dua t'ju rrëfej se sikur po qëndroja mendoja kur po rria se i bukur mesazhi, por mendoja se kush e dëgjon. Pastaj mendoja bukur, e dëgjojmë. Kush do ta vej në jetë këtë që dëgjoj. Pastaj mendoja, mirë, kush do ta mbaje mend nesër? Apo kush do të mendoj sonte në shpinë e vet kur të shkojë, të gjunjëzohet, të lutet përpara se të flejë? Kush? Erdhem vëllezër dhe motra sot në kish dhe u lutëm dhe tham, Zot, na fol. Duam të dëgjojmë zërin tënd. Dhe dini diçka? Perëndia në rastet më të shumta flet nga kjo tribunë. Ne çfarë bëjmë? Ne si njerëz të Perëndis, si të krishterë, të rilindur, të pagzuar me frymë të shenjtë, çfarë bëjmë? Dëgjojmë, Zoti po vjen. Dëgjojmë, shohim se çfarë bëhet rreth e qarknesh. Bleva një ar. Më lër tani vëlla, kam punë. Më pëlqeu mesazhi vëllezër dhe motra sepse besoj se Perëndia don të na flas sot që me të vërtet të pyesim veten, a e duam Zotin? Jo të duam me fjalë, por ta duam. Dhe dini, nëse e don Krishtin, disa thojnë se unë e dua Krishtin, e dua. Nuk vinë në kish, por Krishtin e dua. Po nuk e don Krishtin kështu. Unë rri në shtëpinë time, sepse kisha është kështu apo ndryshe. Thojnë gjëra të ndryshme, me të cilat nuk jam në dakord me ato që thojnë. Ka ndryshuar. Por unë e dua Zotin dhe jam i krishter dhe kam marrëdhënie personale me te. Asgjë nuk ke. Asgjë nuk ke. Aleluja. Dhe na pyet sot, më don? Dhe le të hapim fjalën e Zotit tek Ungjilli sipas Markut, nga kapitulli 10 dhe paragrafi 17. Ungjilli sipas Markut, kapitulli 10, paragrafi 17, dhe uroj që Zoti të na i hape veshët tonë frymëror, zemrën tonë frymërore, sepse sa herë që vim në kish, fryma e shenjtë e dini se çfarë bën. Punon në zemrat që janë tradhtare dhe të prishura, në zemrat tona. Punon në to. Me mënyra të ndryshme, sepse zemrat tona janë tradhtare dhe të pa besa. Dhe fryma e shenjtë funksionon në ne, të cilën nuk e shohim, ku nuk e ndjejmë shpesh herë. Ashtu sikur futemi ashtu dhe ikim, por fryma e shenjtë punon. Mundohet dhe punon. Por ti dhe unë dhe tjetri të lexojmë pra nga kapitulli 10, Ungjilli sipas Markut, nga paragrafi i 17. Është historia e të riut pasanik.
Tani kur po bëhej gati për rrugë, i doli përpara dikush me vrap. U gjenxua para tij dhe e pyeti: "Mësuesi i mirë, çfarë duhet të bëj që të trashëgoj jetën e përjetshme?" Dhe Jezusi i tha: "Përse më quan i mirë? Askush nuk është i mirë përveç një të vetmi, do më thënë Perëndis. Ti i njeh urdhërimet: mos shkel kurorën, mos vrit, mos vidh, mos bë dëshmi të rreme, mos mashtro, ndero atin tënd dhe nënën tënde." Dhe ai duke u përgjigjur i tha: "Mësues, të gjitha këto i kam zbatuar që në rinin time." Atëherë Jezusi e vështroi në fytyrë, ndjeu dashuri për të dhe i tha: "Një gjë të mungon. Shko, shit të gjitha ato që ke dhe jepu atë varfërve, dhe do të kesh një thesar në qiell, pastaj eja merre kryqin tënd dhe më ndiq." Por ai u trishtua për këto fjalë dhe u largua me keqardhje, sepse kishte shumë pasuri. Atëherë Jezusi, mbasi e hodhi vështrimin përreth, u tha dishepujve të vet: "Sa vështirë është për ata që kanë pasuri të hyjnë në mbretërinë e Perëndis." Dishepujt u habiten shumë nga këto fjalë të tij, por Jezusi foli përsëri dhe i tha atyre: "O bi, sa e vështirë është që një të hyjë në mbretërinë e Perëndis që mbështeten në pasurinë. Është më e lehtë që një deve të kalojë nëpër vrimën e një gjelbere, se sa të hyjë një i pasur në mbretërinë e Perëndis." Dhe ata u çuditën edhe më tepër dhe i thoshnin njëri tjetrit: "Atëhere kush vallë mund të shpëtohet?" Por Jezusi, duke ngulur syt mbi ta, u tha: "Kjo për njerëzit është e pamundur, por jo për Perëndin, sepse gjithçka është e mundur për Perëndin." Atëherë Pietri e mori fjalën dhe tha: "Ja, ne lam çdo gjë dhe të kemi ndjekur." Jezusi, duke u përgjigjur, tha: "Në të vërtetë po ju them që nuk ka asnjëri që të ketë lënë shtëpinë, a vëllezrit, a motrat, a atin, a nënën, a fëmijët, ose arat për burrin tim dhe për hirin tim, më falni, dhe për ungjillin, që të mos marr tani në këtë kohë 100 fish shtëpi, vëllezër, motra, nën, fëmijë e ara, së bashku me përndjekje dhe në botën e ardhshme jetën e përjetshme. Por shumë të paret do të jenë të fundit dhe shumë të fundit do të jenë të paret." Amen, fjalës të Zotit. Dhe kur lexova, vëllezër, këtë pjesë, kështu do të jenë të paret do të mbeten të fundit dhe të fundit do të dalin të paret, sepse shumë të thirrur por pak të zgjedhur. U tremba, vëllezër, kur lexova këtë. U tremba sepse ne me hirin e Perëndis jemi nga të paret. Unë jam rilindur në 97-ën, kam 28 vjetë. Dhe ti, njësoj, ose edhe për para mejet. Falenderoj Perëndin. Dhe Perëndia na thot, vëllezër dhe motra, se shumë të paret do të jenë të fundit dhe shumë të fundit do të jenë të paret. Dhe besoj, vëllezër dhe motra, nga që jetojmë tani në kohët e fundit, në ditët e fundit, Perëndia don
të na flas, të na thojë disa fjalë që uroj të dalin, që kanë dalur nga një njeri, të dalin të kuptojnë në zemrat tona se me të vërtet Zoti vjen dhe ne rrezikohemi. Janë disa që thojnë se mirë, unë jam rilindur, jam pagzuar me frymën e shenjtë, u pagzova në ujë, mbaroj tani, mbaroj çështja ime. Jam i garantuar për në qiell. Por apostulli Paul thot diçka tjetër. Mbase thot, do të marr pjesë edhe unë në ringjalljen e të vdekurve. Kaq më tepër ne, vëllezër dhe motra. Dhe dini diçka, dhe na pyet me të vërtetë sot Zoti, a më don o biri im? A më don o bija ime? O njeri i Perëndis? O peshkop, o dhjak, o punëtor? Të dua, po ku je tani? Ku je tani? Fjala e Perëndis na thot se të paret do të jenë të fundit. Dhe të fundit, thot fjala e Perëndis, do dalin të paret. Dhe ti ku je? Ku sillesh? E dini se kur njeriu ka shumë vite në një profesion, ndjehet me përvojë, se ka përvojë, llogaritar i sprovuar, apo ekonomist i madh, apo mekanik makinash me përvojë të madhe, apo arkitekt, apo doktor me përvojë. Vëllezër dhe motra, të paret do të dalin të fundit. Dhe të fundit do të dalin të paret. Nuk lët rol provoja që ke. Nuk lët rol njohuria që ke, sepse dhe fariseu, vëllezër dhe motra të dashur, kur u fut në tempull, ishte i pasur në agjerime, i pasur në lutje, i pasur që të jep të lemosha, kurse targambledhësi ishte i varfër nga ana frymërore. Dhe i shfaqsuar nga tempulli, doli targambledhësi i penduari. Dhe i pasur i fariseu, me provoja, me vepra, me gjëra që i njifte, na thot fjala e Perëndis se nuk doli nga tempulli fariseu i shfaqsuar. Dhe e dini se besoj se Perëndia don të na sjellë sot që të vëmë mendjen dhe të kuptojmë, të mendojmë. Të mendosh mirë. Të mendosh çfarë? Kam të njëjtën frymë, të njëjtin zell. Ashtu sikur e kisha në fillim kur besova në dashurinë e parë, kur Zoti më rilindi, kur besova fillimisht, apo ngarkesat e pikëllimit, të mërzis, shqetësimet e jetës të kanë plakosur dhe me plakosen, dhe kështu jetojmë në botën tonë dhe përfundimisht jetojmë në fantazi, duke thënë se jam peshkop, jam dhjak, jam bari i kishës, jam punëtor. Por
nuk kemi atë marrëdhënien të besimit me Zotin. Vëlla, unë jam i vjetër, kam shumë vite në Zotin, Tani jam në një moshë ku nuk mundem tani të dëgjoj të gjitha sa me thot ku gjithë se cili, skandalizohem dhe iku. Ku do të shkosh? Sikur se dëgjuam, ku do të shkosh? Ku do të gjesh kishën ku mban fjalën e Perëndis? Ku do të gjesh të cilat japin mesazhet e frymës të shenjtë? Mesazhet e vërteta, jo gënjeshtrat. Jo, nuk prish punë vëllai im, nuk prish punë motra ime. Jeni shumë fanatik dhe shumë të egër. A nuk jemi? Të mëshiruar të Zotit jemi. Dhe ne nuk jemi të përsosur, të mëshiruar jemi. Por duhet që në këtë tribun të themi atë që thot fjala Perëndis, jo atë që thot feja që i përkasim, apo të themi diçka që të kemi marrëdhënie diplomatike me të gjithë dhe ta kemi mirë me të gjithë. Le të mos jemi me asnjë mirë, të jemi mirë me Krishtin. Don vëlla, don motër. Të intereson që të besosh në një fe, në një kish, apo të intereson të besosh në Jezu Krishtin të ringjallur, sepse ai, Jezu Krishti i ringjallur, është i mundur që të çojë deri në fund. S'ka për të quar deri në fund as kisha, as vllai Jorgo, as vllai Spiro, as një vëlla dhe motër. Duhet, vëllezër dhe motra, që të jemi të zellshëm. Të zellshëm në fjalën e Perëndis. Sepse dini diçka, se do të futen dhe u futen shumë të rinj, shpirtra të rinj, të cilët janë përdit në kish. Dhe ti, që je vëllai vjetër apo motër e vjetër, ku je sot? Atë që tha vëllai pak përpara. Krejër të numëruar, sa jemi sonte? Vëllai është e premte, të mos çlodhemi, jo vëlla dhe motër. Eja në kish dhe pastaj shko dhe çlodhu. Eja të dëgjosh fjalën e Perëndis. Eja se mos vallë fryma e shenjtë të punoje pak në zemrën tënde, në zemrën time, në mënyrë që të zgjohem, që të kuptoj se Zoti po vjen. Mos vallë se përfundimisht të kemi forcë të falim tjetrin. Dhe të mos jesh i mërzitur dhe i varentur, sepse njerëzit që nuk janë mirë në zemrët e tyre marrin një pozicion serioz. Vëllezër dhe motra, dukemi, dukesh vëlla, dukesh motër. Dukemi sepse dini pse? Sepse jemi bijtë të Perëndis, jemi të rilindur. Duket ashpërsia jote, apo duket ajo gjëja tipike që bën, kështu që kur fryhesh, dhe kush je ti? Një person në farefisin tim tani në fund, preku një pushkër në trup të vet dhe u benami. Po, ç'është kjo? Nga ku doli kjo? Ditën tjetër vrap. Dhe përfundimisht mësuam se nuk është asgjë. Një puçkër thjesht. Këto jemi. Aty ku trembemi dhe nuk është asgjë, Don të paraqitesh se je diçka më shumë nga që je. Aleluja. I riu, i pasuri. Thot fjala e Perëndis
se ra në gjunjë përpara Jezu Krishtit dhe i tha, mësues i mirë, çfarë të bëj që të trashëgoj jetën e përjetshme? Dëgjoj tani, një i ri. Një i ri bëri pyetjen, çfarë të bëj o Zot? Dua të kem jetë të përjetshme. Se e dim se të gjitha këto që përjetojmë këtu në këtë tokë janë kalimtare për pak kohë. Baba im 87, vjerri im 93, unë 54. Ma kur kaluat të gjitha këto vite? Për pak je, o njeri i prishëm. Dhe dini çfarë, më kujtohet gjyshja e gruas time, që nuk na donte, pastaj na deshi dhe thoshte dhëndri më i mirë në botë me puth të duar dhe më thoshte me fol për Zotin akoma. Iku. Kush e kujton më atë? Kush e kujton më atë? Iku ajo. Vëllezër dhe motra, do të ikim. Dhe të pyet Zoti, a më don? Nuk e di. Dhe nuk është tema të thuash i bukur predikimi. S'është puna predikimit të bukur. Nuk është puna, s'ka të bëjë me këto. Edhe Gomari e dim se si foli në dhjatën e vjetër. S'është të bëjë një gjë të bukur apo, por ka të bëjë sikur dëgjuam sot. Dëgjuam fjalën e Perëndis, a më don? Më shumë nga të gjitha këto. Vall, a do t'i mendosh këtë fjalë në shtëpinë tënde? Apo do t'i shuash të gjitha sa dëgjove dhe të thua, hajde të shohim tani çfarë do të na thonë të dielën. Shohim të dielën të henën dhe jetojmë pra kështu në botën tonë. Përse me quan të mirë, i thot Jezusi, askush s'është i mirë përveç Perëndis. Urdhërimet i din, mos vrit, mos vjedh, mos bëj dëshmi të rreme, mos ndërë babain tënd dhe nënën tënde. Dhe duke u përgjigjur i riu i tha, o mësues, këto të gjitha i kam bërë që në rinin time, që në fëmirin time. Djali mirë ishte. Ashtu sikur se duket, ishte shumë djali mirë. Nuk ishte si të jetë, por jo, ishte me të vërtet i mirë. Dhe unë kam një fotografi, vëllezër dhe motra, si katolik kur isha 10 vjeç, ishin isha me kullare, me veshën, kur shkova ditën që merrej trupi dhe gjaku i Krishtit. Djali mirë isha dhe unë. Por nëse nuk është puna të jesh djali mirë apo djali keq. S'ka të bëjë kjo. Në njerëzit këtë shohim, djali mirë, djali keq. Tani problemi është, a e don Krishtin? E don Krishtin? Aleluja. Dhe i thot, mësues, të gjitha këto i kam zbatuar që në fëmirin time. Dhe Jezusi duke parë atë, thot e deshi atë djalë. Të don Zoti, vëlla dhe motër. Na don të gjithëvet. Të don që atëherë kur dëshmove dhe the, eja Zot në jetën time, eja në zemrën time dua të ndjek. Që atëherë kur të rilindi, që kur vazhdove të lexosh fjalën e Perëndis, që atëherë të don, dhe jo vetëm që atëherë, por përpara krijimit të botës akoma, sepse kaq e ka dashur Zoti ty dhe mua, në mënyrë se e ke kuptuar se çfarë ka bërë Perëndia për dashurinë që kishte për ty. Dërgoi birin e tij të vetëm lindur që të shpëtohesh ti dhe unë. Unë, nga që e di se kush jam, e di se sa i pabes jam, si puna Thomait që unë emrin e kam Kristoforo Thoma, kam 2 emra. Dhe i thot Jezusi, një gjë të mungon.
shko dhe shiti të gjitha sa ke dhe jepu atë varfërve. Dhe kështu do të kesh një thesar në qiell dhe eja dhe më ndiq, duke ngritur kryqin tënd. Më ndiq Jezu Krishtin me kryqin në korriz. Do të jenë të gjitha kollajshme, jo do të jenë të kollajta. Me kryqin në korriz, do ta hedhi kryqin, nuk bëhet. Nuk mund ta bësh një gjë të tillë. Është e lehtë ta hedhësh, jo, nuk mund ta hedhësh, sepse është ky për ty ta mbash këtë kryq. Shiti pra të gjitha sa ke, pasuritë, sepse ishte i pasur ky. Dhe mbase nuk ishin të tij, ishin të babait të tij, sepse ishte i ri në moshë. Dhe sikur se them, mbase ishte djali mirë, mbase mund të ishte, por ishte i mësuar jo fort mirë, donte dhe pasurinë, donte dhe jetën e përjetshme, por ja që nuk bëhet. Mbase të gjitha janë të mundshme për Perëndin, sikurse na thot fjala e Perëndis, por është vështirë. E vështirë është që njerëzit që kanë mbështeten tek pasuritë e tyre, apo mbështeten në shkollën që kanë mbaruar, apo kanë mbështeten në atë që thotë se kush jam unë, jo, tek njerëz të tillë është e vështirë që të ndjekën Zotin. Më kujtohet vjehra ime. Ishte pranë gjakut. E vështirë, kurse vjehri, një fshatar i varfër, Zot më fal, çdo natë, Zot më mëshiro thot. Zot ki mëshirë për mua. Them gjysh të lutesh, çdo darkë që të jesh gati. Atë bëjmë, thot. Përpara se të shkoj të shtrihem, për gjumë, them Zot më fal nga të gjitha. Dhe më bëri përshtypje se dini çfarë më tha, i kishte thënë Zoti. Ortodoks është se kur do të ikte, kur do të iki, dhe më tha, eto të them diçka. Më tha Zoti se në 2026 ose në 2027 do të iku. A, çfarë thua? Po, tha, më tha Zoti. Ja të shohim tani. Aleluja. Falenderojmë Perëndin. Dhe këtu ky njeri, nga që i dëgjoj këto, dhe sot vëllezër dhe motra dëgjojmë. Si dëgjojmë? I dëgjojmë gjysmë fjetur, sepse ekziston edhe kjo lloj. Gjysmë fjetur erdha këtu të me mikrofoni dhe ashtu të me vënë në gjumë, nxehtë është, të flej pak për smarit jam. Pastaj në fund të ngrihemi, të lutim dhe të iki të vazhdoj gjumin tim në shtëpi. Por si dëgjon sot? Apo mos vall nga që foli Saqi dhe foli Kristofori. Nuk të pëlqejnë ato tani. Hajde të shi. Dhe Saqi të shi. Çfarë do të na thoj Saqi? Dhe Kristofori gjithë vërtet diçka bën lën në hiç me te, Le të vije vllai Jorgo, vllai Spiro. Si dëgjojmë vëllezër dhe motra? Me përçmim, me mos interesim, sepse të gjitha këto vëllezër dhe motra do të duken nesër pas nesër, jo nesër pas nesër, por sonte, kur të shkosh në shtëpinë tënde, do të kujtosh se çfarë tha Zoti. Që të mos e bombardosh mendjen tënde, kujtoje vetëm këtë. A më don mbi gjithçka tjetër? Këtë ta kujtosh kur të shtrihesh sonte në darkë të flesh dhe të mbyllesh sytë e tu. Këtë të kujtosh. Të pyet Zoti, a më don? A më don vëlla dhe motër?
Dhe përpara se të përgjigjemi kësaj pyetjeje, duhet që të mendojmë. Sepse dhe ky këtu ishte një njeri që e deshi Zoti, pa ndjeu dashuri Krishti për te. Por shikoni vazhdimin e tij. Por ai uli kokën për fjalët që dëgjoi dhe u largua i mërzitur nga që kishte shumë pasuri. Po sa gjënahe, çfarë bëri ai njeri? Kishte Krishtin përpara tij. Çfarë të them? Nuk di çfarë të them. Kishte Krishtin përpara, fliste me Krishtin dhe përfundimisht çfarë bëri? Uli kokën, u mërzit, jo vëlla dhe motër. Ke Krishtin përpara tejet dhe ti ikën i mërzitur dhe shkon i varentur. E dini shpeshherë kjo më ka përdhe mua në shtëpi, kur kemi divergjenca me gruan. Mos kujtoni se është e kollajt gruaja ime. Po t'ja jepi u t'ja je. Jo, asun s'jam i kollajt. Dhe kemi divergjenca tona dhe e dini çfarë thot? Më thot mua se jam kokë shkret. Unë e di se polonezët nuk janë kokë shkret, por kështu më thot. Kur kemi divergjenca tona, mërzitem. Nuk bie dakord me ty, të lutem qëndro atje, mos më prek, të lutem larg. Nuk më don. Të dua, nuk është që nuk të dua, sepse është Zoti jonë në mes nesh. Dhe rri atje. Por gruaja ime është më e zgjuar, si ta them, më e bekuar. Dhe aty ku rrim, më afrohet dhe vazhdon të më gilicoj. Dhe thot, a keni parë ndonjë polonez që gilicohet? He, them, hik mërë nga këtu dhe vazhdon. Keni parë polonez të gilicohet? Aty nuk mund të jem gjithnjë kështu, nuk të flas, vazhdoj dhe qesh. Dhe kështu prishet ajo gjendje, ka gjetë mënyrën. Por tani nga që jam mësuar dhe di se du të vi, them mos më hajde më kështu, të më gëlicosh, sepse nuk dua. I mërzitur iku njeriu me trishtim. Ja mendohu tani, të shtrihesh të flesh dhe të jesh i mërzitur. Ja fantazu, të ikësh nga kisha i mërzitur. Përse? Sepse nuk është kështu, por është ashtu. Do më thënë, nuk bie dakord me të tjerët, Vëllezër dhe motra, kemi fjalën e Perëndis, kemi ungjillin e Jezu Krishtit që është i qartë, i shkruar në gjuhën e vjetër greke. Ma çfarë na mungon vëllezër dhe motra, të gjitha i kemi. Nuk është se nuk e dua gruan time, e dua. Nuk është se nuk don njëri vëlla tjetrin e don. Por e dini se çfarë bëhet? Është egoizmi, është krenaria, është kjo që mos mu afro. Aleluja. Sepse nuk është kështu, por është ndryshe. Jo, është edhe kështu, është edhe ashtu. Pavarësisht se si do ta shohësh ti. Por dini diçka, siguria jon është të ndjekim të vërtetën e ungjillit. Nëse vëlla Jorgo do të vazhdojë të thojë gjëra që janë
jashtë fjalës të Zotit, dhe t'i themi, eja vëlla, ma shpjego pak, nuk e kuptoj këtë kështu që the. Se kjo që thua, mbase, më falë se ti e shërptori i Zotit, ti e bariu i kishës, por nuk është kështu. Dhe vëllai është i detyruar nga që është bariu im të më shpjegoj me mënyrë të bukur. Aleluja. Dhe unë, mbase nuk mund ta kuptoj nga fillimi, por dikur do ta kuptoj. Do ta kuptoj plotësisht. E dini diçka, siguria jon është uniteti i frymës të shenjtë. Thjeshtësia, porulja, aleluja. Sepse ajo që dëgjoj kam diçka për shembull thua. Asgjë nuk ke, egoist je. Kam një karakteristikë të bukur që i harroj gjërat. Nga një herë them, o Zot, mos ta harroj këtë, dhe shpesh herë them, prit ta shkruaj dikun që të ta t'ja plasi ballit pastaj, por harroj dhe ta shkruaj pastaj, lavdi Zotit. Dhe thot, duke parë Jezusi, ju tha dishepujve të vet, sa e vështirë është të hynë në mbretërinë e qiejve ato që kanë pasurinë. Ne nuk jemi nga të pasurit, por jemi të pasur, vëllezër dhe motra, në anën frymërore. Njeh fjalën e Zotit, vëlla dhe motër. Njeh dhe ke e kupton se kush është Perëndia. Kujdes pra, je i krishterë me provoj. Je një krishter i pjekur, ki kujdes. Dhe u habitën dishepujt nga fjalët e tij dhe Jezusi ju drejtua prap dhe tha, sa vështirë është për ato që kanë pasurinë të hynë në mbretërinë e qiejvet, aq sa është vështirë të hyjë deveja në vrimën e gjilberes. Por ato vazhduan dhe i thanë, dhe kush mund të shpëtohet? Dhe të them diçka, vëllezër dhe motra, të gjithë jemi egoist, të gjithë jemi krenar. Dhe kështu hodhi sytit mbi ta dhe tha, kjo për njerëzit është e pamundur, por jo për Perëndin, sepse gjithçka është e mundur për Perëndin. Edhe Pjetri thot, ne i lam të gjitha o Zot dhe të ndoqem. Dhe thot Zoti, nëse lën shtëpinë, vëllezërit, motrat, baban, nënën, gruan, fëmijët, arat, për mua dhe për ungjillin, do të marrësh 100 fisht tani dhe jetën e përjetshme. Aleluja. Pra vëllezër dhe motra, duke mbyllur, le të kërkojmë dhe le të mendojmë, sepse kjo është ajo që kërkohet. Nuk është që të kërkojmë këtu do të kërkojmë, por të mendojmë në shtëpinë tonë, aty ku do të shtrihesh, se a je gati t'i lësh të gjitha për Krishtin? Vëlla dhe motër, unë i kam lënë, jam peshkop, jam vjak, jam vëlla i vjetër, i kishe lënë atëherë kur u bëre, por tani të pyet Zoti, a je gati që t'i lësh të gjitha? Tani është të premten lere të ejtën nuk mundem, të hënën të shofim, vetëm të dielën në kishë, të marrim trupin dhe gjakun e Krishtit dhe hajde miru pafshim. Kështu nuk ke lënë gjë. Je i pasur, i ri, të pasuroj ati Perëndi, nuk u pasurove nga vetja jotje, por të pasuroj ati Perëndi. Dhe tani luan në erë. Luan lek dhe shqip, sepse ajo që na thot tani fjala e Perëndis
është se të paret do të mbeten të fundit dhe të fundit do të dalin të paret. Dhe Perëndia të na ruaj vëllezër dhe motra që të mos jemi të fundit përfundimisht. Ja fantazoje, fantazoje vëlla dhe motër, ti që je i pari këtu. Me fal sot. I pari në pistë. Të gjendesh i fundit dhe të thuash me fal o Zot dhe një i ri që do të futet me zell, me jetën e përjetshme brenda tij, të dali pari. Aleluja. Po, por ai s'din asgjë, nuk prish punë se s'din. Edhe keqbërësi në kryq të Golgotës, gjithë jetën e tij njëri i keq ishte, por në mbretërinë e qiejve të hyri. Kjo është vëllezër dhe motra e mbretëria e Perëndisë. Të zellshmëve, të njerëzve që pendohen, të njerëzve që dëgjojnë, të njerëzve të përulur, jo egoistët, të njerëzve të cilët punojnë thellë në fjalën e Perëndisë. Te këto njerëz, Perëndia thot, 100 fish do t'i marrësh këtu në këtë jetë, vëlla Jorgo 100 fish do t'i marrësh në emër të Jezu Krishtit. Një 100 fish do t'i marrim. Të gjithë sa i kemi lënë gjerat për ungjillin dhe për jetën e përjetshme. 100 fish në këtë jetë dhe jetën e përjetshme në fund. Këtë e tha Krishti. Donë edhe ti, nuk është e kollajt, nuk është e lehtë, nuk është e lehtë të përulesh, nuk është lehtë të falesh, nuk është lehtë të jesh një i thjesht, një krishter i thjesht, që studion shkrimin e shenjtë dhe rrëfen se nuk din asgjë. Nuk është e lehtë vëllezër dhe motra, sepse njerëz jemi. Por dini diçka, nëse e kërkojmë dhe e them përsëri, nëse mendojmë përsëri në shtëpitë tona këtë mesazh të sotshëm, Perëndia mund të ndryshojë të gjitha dhe të na mbaj, të na mirëmbaj deri në fund që të hyjmë në mënyrë të pasur në mbretërinë e qiejvet. Jo si të varfër, por të pasur në mbretërinë e qiejvet. Të na thot eja shërptor i mirë, sepse je shërptor, mos harro, ke punuar shumë vite në arat e Zotit, dhe të thot çfarë bën tani, zgjohu. Përparo të thot, shko, ndihmoje tjetrin. Ndihmoje tjetrin që të mundet të qesh, të simpatizoj dhe përsëri. Jo se nuk të don, por përsëri të jeni një. Sepse vëllezër dhe motra, Zoti don që të bëj gjëra të mëdha në këtë shtëpi. Në emër të Jezu Krishtit. Amen.